Snežana Bajlozova u zgjodh për UD kryetare e Gjykatës Supreme, ndërsa Tatjana Mihajlova si UD kryetare e Gjykatës Themelore Shkupi 1. Ato do të qëndrojnë në këto poste deri në zgjedhjet e kryetarëve të rregullt të këtyre gjykatave pas zgjedhjeve parlamentare. Gjykatësia Mihajlova duhet të udhëheqë me lëndën që e ngriti Prokuroria Speciale Publike kundër ish kryeministrit Nikola Gruevski për dhunë para Komunës Qendër, ndërsa Bajlozova këtë verë u zgjodh si gjykatëse në Gjykatën Supreme. Kryeministri italian Matteo Renzi kumtoi se sot pasdite do të dorëzojë tërheqjen pas disfatës në referendumin e dieshëm për ndryshimet e kushtetutës të cilët i propozoi ai. Sipas rezultateve ende jo zyrtare, nga 51 deri më 61% e votuesve kanë qenë kundër heqjes së kompetencave të dhomës së lartë të parlamentit. Analistët parashikojnë se Italinë e presin 3 skenar: Renzi të mbetet në krye të qeverisë së re, të formohet një kabinet teknokratik ose të shpallen zgjedhje të parakohshme. Në një zjarr që ra në hotelin luksos Regent Plaza në qytetin pakistanes Karachi, jetën e humbën së paku 11 persona, ndërsa janë lënduar 10 të tjerë. Gazeta ditore në gjuhën angleze Dawn publikoi një video në të cilën shihet se si vizitore të lidhur me çarshaf lëshohen nga dritaret e kateve të sipërme, në ndërkohë që tymi po përhapet nëpër të gjithë hotelin. Kryetari i Karachit, Basem Ahtar, tha se shkaku i zjarrit mbetet i panjohur.